të mbil me dashuri. Je larnë unë, je lartë fyzesa ime. Është Shqipëria e sotme, por me plagët e komunizmit. Kjo mund të ishte një fjali përmbledhëse për skenarin e filmit më të ri shqiptar Bota, një bashkëprodhim mes Shqipërisë, Kosovës dhe Italisë. Pelikula me ide dhe regji të Iris Elezit e Tomas Logorecit do ta çojë vendin tonë në festivalin ndërkombëtar të filmit në Karlovy Var, në Çeki, nga ku do të ketë edhe premierën e tij botërore. Elezi, e cila bëhet kështu e vetmja regjizore femër nga Shqipëria këto vitet e fundit, në festivalin ndërkombëtare, deklaron se është përpjekur të ndërtojë një film duke u bazuar tek arsyet se publiku jon prej vitesh nuk i pëlqen më prodhimet kinematografike vendase. Se audienca shqiptare nuk shkon më në kinema dhe mbështet filmin e vet. Kjo është një problematikë e cila ka frymëzuar shumicën e vendimeve që kemi marrë në kohën e procesit të shkrimit, edhe të xhirimit, edhe të montimit. Pra gjithkohën kemi punuar duke e ditur dhe duke shpresuar që shikuesi shqiptar meriton të shikojë vetveten. Përveç aktorëve të rinj, filmi ka 2 rikthime të emrave të njohur të skenës tonë. Artur Gorishti vjen në një prej roleve protagonist pas gati 8 vjetësh mungesë nga personazhi i tij i fundit në Shqipëri tek Gjoleka djali i Abazit, ndërsa Tinka Kurti në rolin e saj të 97 në kinema, këtë herë si gjyshe. Ajo që është shumë e rrallë për mua, se është para herë pas kaq shumë filmash që kam xhiru, u bona me mes. Bota nuk është gjë tjetër, veçse historia e disa banorëve që jetojnë në një fshat të izoluar, ku familje të tëra u internuan gjatë kohës së komunizmit e ku jetojnë ende sot në kohën që i referohet filmi. Ai do të shfaqet në Çeki në 5 dhe 6 korrik, ndërsa në Tiranë në muajin tetor.